Abdullah thot për televizionin e Prizrenit se për shkrimin e kësaj poezie është inspiruar nga gazetari mirënjohur kosovar Fahri Musliu, i cili ishte mik i ngushtë i aktorit të ndjer Bekim Femiu, i cili kishte bërë thirrje publike që në çfarëdo forme të përkujtohet figura e tij. Ta shkruaj këtë poezi ishte motivi i çostit duke e gjurmu historinë e Bekim Femiut dhe unë ju përgjigja një kërkesë publike, një gazetari shumë madh që po ashtu është gazetar prizrenas që raporton për Beogradit dhe që ishte mik i ngushtë i Bekim Femiut, o fjala për të madhin Fahri Musliun. Ai bëri një kërkesë publike për gjithë krijuesit e mundshëm që gjithë ata që kanë mundësi të japin një kontribut vogël me një poezi ose ngjajshëm një prozë që lidhet me Bekim Femiun, ta bojnë dhe ta dërgojnë në adresën e tij. Kjo ishte arsyeja që unë provova të jap një kontribut vogël në këtë drejtim dhe sadopak me kapacitetin tim moral dhe intelektual të bëj diçka të vogël për të marrën Bekim Femiu. Ai më tej thot se Bekim Femiu, i cili një pjesë të jetës së tij e kaloi në Prizren, ka qenë dhe do të mbetet ndër ikonat e kinematografisë shqiptare. Ai është një personalitet shumë i madh shqiptar kombëtar, i ka lënë për masat kombëtare. Fatkeqësia më e madhe është se atë njeri nuk e kemi në mesin tonë. Dhe si që është traditë na, faktikisht vlera e njerëzve të mëdhaj ju dihet masi t'i humbim, kështu që une deshta të bëj një gjest shumë të vogël, një shenjë shumë të vogël për një njerëz të madh që ka dhënë Prizreni për kinematografinë jo vetëm kombëtare, por edhe mbarkombëtare. Kjo poezi u deklamua sot nga i riu Festim Avdyli në Shtëpinë e Kulturës Xhamali Berisha, me rastin e manifestimit të 69 vjetorit të themelimit të bibliotekës ndërkomunale në Prizren. Pintollit, rastësisht, e gjeta një epitaf, i shkruar nga 10 dora e Bekimit. Dorshkrimin nuk e kuptova, por mesazhin e deshifruan engjëjt shoqërues.